Detaje nga arrestimi i biznesmenit Ermal Beqiri nga fluturimi mbi një central bërthamor te 3 AirTag të fshehur. Biznesmeni shqiptar Ermal Beqiri shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare në kuadër të hetimeve të SPAK për dosjen e Akshit, është ndaluar në Francë pas një incidenti të pazakontë pranë centralit bërthamor në Seine-Maritime. Ndaj Beqirit, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, GKK kishte caktuar më herët masën e sigurisë arrest në burg në mungesë me kërkesë të prokurorisë së posaçme. Sipas mediave franceze, ndalimi i tij erdhi pasi ai drejtonte një avion të vogël civil që kaloi mbi një zonë të ndaluar ajrore pranë centralit bërthamor të Penli. Avioni po fluturonte në një lartësi rreth 1200 metra, por piloti, vetë Beqiri, uli pa pritur hundën e mjetit duke zbritur në 1060 metra duke shkelur kufirin e lejuar për kalimin mbi një objekt strategjik. Pas sinjalizimit për incidentin, forcat ajrore franceze dërguan një mjet për ta shoqëruar avionin deri në aeroportin e Alberit në Sommet. Me njërë pas uljes, piloti Ermal Beqiri u ndalua nga policia dhe u morë në pyetje. Gjatë kontrollit fizik, autoritetet i gjetën 3 pajisje gjurmimi AirTag të fshehura në veshjet e tij. Hetuesit po verifikojnë arsyet e mbajtjes së këtyre pajisjeve dhe nëse fluturimi mund të ketë qenë i porositur apo i kryer në ndikimin e një personi tjetër. Përballë autoriteteve franceze, Beqiri ka deklaruar se kishte gabuar me lartësinë e fluturimit dhe se në momentin kur kaloi mbi central ishte duke folur në telefon me nënën e tij. Megjithatë, shpjegimet e tij janë konsideruar të paqarta nga hetuesit. Itinerari i fluturimit ka ngritur gjithashtu dyshime pasi avioni ishte nisur nga Alberti, kishte fluturuar drejt Klajs dhe më pas drejt Bretanjës, përpara se të kalonte mbi centralin bërthamor të Penli. Beqiri u gjobit me 7.000 euro për fluturim të ndaluar mbi një zonë të mbrojtur dhe më pas ju dorëzua zyrës qendrore për luftën kundër krimit organizuar OCLSO. Ai pritet i nënshtrohet procedurave për ekstradim drejt Shqipërisë.